falej Ljoçki. Në Ljopa Ljoçki thot grus me 3 burra në shpe. Si, budalla, nuk e pat në ato mendime. Ana e? Jo, unë nuk e pata mendim, po edhe kë mendim nuk fal ti. Nëse fal, qa ke të thonë? Pa, po, unë e thash kur pata lind, që atëre që pata shku jo mare ti... Unë e më me kesh ideja ime që lindi e ngangës o shumë ndezur. E tash adin ma heret që që kur kesh aty që tash me qel autolarje adin, jo me qel autolarje, po me qel njerëz larje. Apo nëna e? Po. Apo kuptoni? Unë ja. Asune. Që njeri që merë vesh, nga mërhan, abdin tash abdin e uje, abdin nuk përka uje dhe përna altu i gjithka, e përshamu abdin vi njerës këto, dojnë mu la dhe lanë, dhe përshamu adin i që do qmime më të voletshme kështu adin, përshamu për fëmije bën 3 euro, për njerës të rritu në bën 5 euro, nejse për njerës si orhani e bën 20 euro, se harqen pa shumë adin. Me qmim të autobusit. Edhe qështu adin, edhe i la njerës edhe fiton adin. Kush mi la ata njerëz ai saran? I lan te dhe ganja, unë Amelia po menagere, normal ku Amelia breni me. Ja, nuk laj njerëz unë, nuk muaj. Pse, more? Ani, ati që shaboja, ganja dhe Nita, i lajnë adin njerës të rritun, edhe njerës tjerë kështu krejt adin, e te i merë plakat. Jo, plakat, jo. Jo se plakat kanë investim diri sot, ja, ki ma shumë pun me plaka, jo le ganës plakat, meri fëmit, s'ka shumë pun, veç mërë dhe kryn. Fëmit, okej, se mali, a ke kap takra.